Dersin e namazit të qëndjes ja kemi kushtu ibadetit I cili është ngushtë I lidhur me muajin Ramazanit, ibadetit sadakave, zakatit edhe fitrës. Gjë normale se fitra është një ibadet I cili jipet një herë më edhe para shkak një herë s'paku duhet I kushtohet për javës për imamës legimi asaj. Normal se na nuk e kemi ndërmend me I qitë dënjerë me këta se dënjë ibadetit për ibadeteve, përveç se shka na ka prezentu Islamin në literaturën e tij nëpërmjet ajetit dhe të hadisit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sadaqatul fitri wajibatun ala al-hurr al-muslim. Po fillojmë me atë se sadaqën e fitrës kush e ka, çka është në Islam? Çfarë ligji? Dhënia e fitrës në Islam është vajib. Çka do të thotë vajib? Do të thotë ti nuk ke çara për Allah. E ke obligim ta jepësh një fitër për cila muajin Ramazan. Idha kana malikan lin-nisab, me kusht që ti t'ishe pasanik në kufinin e zakatit. Ti posedosh normat e atij njeri I cili I posedon normat e zakatit. Dihet, normat e zakatit janë të caktuara në Islam që lini e 400 vet. Mbarë çfarë pasuri e ke, edhe mbarë me çka mirësh. Para e kanë zakatin 40 100 digjizëm. Dhënë 40 një, lopët 30 lopë kanë zakat, 5 devët 5 kanë zakat, altanin 20 miskal, dukati 200 dirham. Kështu me radhë. Bereqetet në fushë kanë zakatin ditët e të korave. A ditë që ta korësh grunin, a ditë e ka zakatin, a ditë që ta mbledhësh në havukin, a ditë e ka zakatin, a ditë që ta korësh specat që ti krijesh në pazare kanë zakatin, si t'jen sistem të jitën 500, si t'jen ka sistem 10%. Zakat. Zakati I cili jipet për malin që e ke gjetë në tokë, helbet, ku me ditë ka ndodhë që ke gjetë mal në tokë. Ke ndërtu diçka ke grini gropë në borë dhe ke gjetë një pasurit në shefër për qerë me gjithë qishmoti, zakati nuk pritet me I vonë një not asaj për jipet a ditë më një herë ata 20%. 20%. Zakati I petrolit është 20%. Ku I ka bi nofti në borë 20% e ka zakati. Jo finalti në burë në dërshme ka qenë. Ila kanë Amerikën Glisab, qaj qka I posedon normat e zakatit që ati I dërë në dhënë fitën. Me kusht që ta ketë shtëpijën ta ketë veshën. Dëgjoni me kujdes. Dëgjoni me kujdes, në s'koni ma bërë në qëtër në asë një njeri dhe me kam jetë në përgjigja të gjëmijës. O dhe shtë ka fitra, shtë fitra, dëgjoni me kujdes që I vesh mirë, se para se të shkoj të poshtë, po atë që s'të vesh qka qëtër. Më zgadojë dhe një të gjëmatit helbet, me që t'ja veshë të azë ashtë asaj shles të gojnë në këtu. Se për I kësaj nuk e kërë mendën të gjallë. Nasë një më njëre për atë në kërkuj, para se që s'pëzoj të poshtë, s'pëzoj shka në fitër e zëqatë. Një njëri, në kohën e të umerit radiallahu ta'ala anhu, e ka nëhetu se të ja ka lakmi sini ka pasunia huj me lipë, me zgadojë. Janë dhe, për shumë e zgatë ndohën, dhe se kam dhe për që të rriqë. Ashtë në lejë I ka të gjithë, shaloma, fa polipi, fa sëpëlli, fa kushtë të mjallë, fa ullë. Në gjëmë në kujdes, jam I smutë shumë, edhe jam I lëllë fa kufi. Përën qatë kufi jam I lëllë për hirë të Ramazanit edhe gjëmatit temë të ndalë gjëmë. I kam fuqit një selam me javon dikuj, alejkumus selam më kanë shterë. Të një qatë gradë jam I lëllë. Edhe këta vesh para gjëmatit temë, thonë, që tërka jo. I tharë këllare atër. E din, praktikisht, kër të jatë dikur zekatin edhe fitrën, ka jo të thonë, ka jo. Ka unë e ka zërënë. Kër të jatë dikur zekatin edhe fitrën, shka të thonë, unë e ka kalzërën. Ka kalzërën ja njëri mu'minin. A ke pasa njëri trash dhe njëherë? Njëri trash. Pa kam pa. A ke pasa njëri trash njërës, të këri punës. Ta po, që njëri trash njërës,
me shku të shtëpia me i pastru disa skaje të trupit vetë. Edhe qatë material me qitë në tepsin me janon qerë dhe e men. A i në vija jo. Shkon që i trashi i njerësit në 150 kg e i pastron disa pjesë trupit vetë të shtëpia. Edhe i merë me një enë që ato i qëtë në rrugë ti ngat me jalit demi. A ngat me jalit që ato? Ka që ato janë sadaka të huja kër i japin halkit. Pra mos qesë sini, jo ka nëmër 1, nëmër 2, mbose ngreni kokën me botë të nëmin ka tonë, lidhe me fitrën, se faktikisht kur gjosi e të bo. Mos që dituri ma shumë se hoxha, se ma shumë se hoxha faktikisht ke mundësi me ditë, po në dëgjë mirë. Se fitra jo ka në 10 miliarda, 15-20. Mos e banë saltanat lime më qitë jërneqen ka tonë, ku ta japun e këtë fitër që shti se beti u bo Allah, 10 miliardë po do t'i me dhe të dunjohë. Kejtë autostradat pikë të tëri Stamol dërës, me a 10 miliardën fitër po do me ndërtu, kejtë dunjohë me t'a bajt dërtën, apo ku ki ti me që një 10 miliardë, Allah. Që ta zë kalzojnë në këtë, sa është ajo, edhe regulorën e asaj, si pa shëriatit, as pa ashtu, as pa ataku, edhe do t'a spjegojnë kadal me këtë lësina, vendin ku keme e dhonë. Vendin ku keme e dhonë. Dush me pas pra, normën e veçatit, qash me pas pasunitër me pas vitrën vajgjim, dush me pas shtëpi, dush me pas shtëpijën e veshëm, me shtroj, dush me pas qiftin tanë, a kali keja, këtu kali me ka ce, a kali keja, a traktor keja, a kultivator keja, atë e që me tarë tokën e punë, edhe armët e tua, ushte armët e tua, në për foli shëriat, kësë për foli shka i përqen dikush, ka si përqen në islam, armatimi privat a që dhe islame se shëtë këta në kusur. Edhe ato i ke, për mbrojtën e familjes, apo. U abidi i lil hidme, ke shërtorin tanë, shka të pënën fush, që to kush i ka, edhe nërmën e zëqatët e ka, që ki meriton me dhonë fitër. Ju khriju dhalika në nëfsi, e jetë një fitër për vete. Kush e këtu për qëllim këta? Zoti shpijes, apo? E jetë një fitër për vete. Ku anë në lëdi siga, edhe për fmit e vetë të veqen. Gjëmot, ku e të mloj këtu? Ka thonë, për vete edhe për fmit e vetë veçlit. Ku janë të mloj? Gjemë të mloj. Ka thonë, për gjemë të mloj kiste ka obligim me non. Sa ato e një pikaki, kja nuk kanë zot një ative. Vesh për kshila zot një ative, me mbroj për i keqës. Ama nuk kanë zot një ative kjere parët për ato një, se ato janë të mloj mo. Do me thonë punojnë, e kanë fitrën e vetë. Mirë po, kanë thonë e mo, këtë punë shiqone, që që ka adet një popull. Kështu kanë thonë, këtë punë shiqone, që që ka adet një popull. Që që ka adet popullit e na. I zot i shpijes, për të mlaje për të veçlit, pra për të mlaje për të veçlit. U anë në Maliki, kush ka rab, edhe para të ajet ka një fitër. U edhe e rëti janë zaugjeti, nuk e ke obligim me dhonë parët, me dhonë fitrën për gru. Nuk e ke obligim ti me dhonë fitrën e gru. Ashtë për qëllim, nëse ajo punën edhe fiton në vete, edhe kontën e ka në vete, bonkët i barët i lanë bonkë në vete, e ja fitrën e vetë vetë. U edhe nuk e do me qita shpjes tonë, e shketa e cila një muja angazhu, ka një si ti, ka punu ma shumë se ti Ramazan, edhe nuk ka i darët vetëm, para ka një për fitrat e na. Wala anë e uledi i kibar, e ceki, pak për para, edhe nuk e ke obligim për gjelin e madhë, atë që janë rritën, atë që janë burë, nuk e ke obligim, ama thash, shiqone që ishtë vepron një popull, këto është e lejuar që që ishtë vepron një popull, ndo këse e keni qatë, apo? U e në kenu fi ajali, që të të mlojt, ka thonë edhe kur jeni truq me një shpi, prapë se ke obligim. Edhe kur jeni zbashku pa u dha, prapë se ke obligim. Po të e danë këta, si dushë edhe si pas regulorës një popull që ishtë vepron, si pas edukatës një popull. Ora nuk rëgjanë nuk e të një. Nuk e të, ashaj përësëm, të cilë në e kam rob, i cili s'ka kom një fatë drejte, a pasunia e me si traktore, ashtë pasunia e me si kalien, njëri është, ama si traktore ka vlerë, e shes kur du, e blej kur du. Mirë po, këto do alë në dy pjesë, njëra nuk e të, njëra mu dëbë. Që do më thonë nuk e të? Njëri me mua e da një kontrat, edhe i thamë kështu, si të mi bish, deri në vitin 200.000 marka, je i lirë. Për që këta nuk e kam përdetirë me në fitër. Për që këta nuk e kam përdetirë, për shkak se e kam liru në këta me dalë me fitu pare, e në Ramazan ki ka disa pare në gjepë e janë fitër në vetë.
Mudabbar I thënë ati I robi, të cilët I kam thonë unë për shembull, atë ditë që ka të vdesu me jetë I lirë. Mirë po ki nuk ka cek, po a cek vesh e para. Wala në malike I lik të gjama. Kush pëllën me rëbë, edhe I ka për trekti, blen insan, shat insan. Ska mosh një kësi punë, na falimi të spjegu. Ska kësi punë, që kur kush nuk blen insan pazar me shit insan. Po thamë, kura kona e ko, edhe shëriat e përfshina ko, tonë me dha shka të vene mas, atër kush pëllën me rëbë, shat njës, blen njës trekti, edhe për ato nuk ka pitra. والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما. Hizmeqari, punëtori, I cili shërbejnë dy zotrime, asnjëri zotrim se ka bërë me dhënë fitën. Pse se ka bërë që asnjëri zotrim me dhënë fitën? Si tjetë një shërbëtor, I cili shërbejnë dy zotrime, asnjëri fitrës ja ka bërë. Pse a thu? Se njoni duhet me alon gjimësën e fitrës, njoni gjisëm. A gjisëm fitrë nuk e gjisëm. Ska gjisëm fitrë. Ja është cëla fitrë, ja sa është heqë. Pra se kanë përbërsh me alon fitrën as njoni. Vetëm në rastre. Këto kanë ma shumë se një, kanë për shembull ditë, të ditë ka njoni duhet me alon fitrën. I kanë 4, të ditë angazhohet njoni dive, po si qenë 3. Të ditë që japin fitrën ka njoni, ti 3 për 3 të nuk japin fitrën. Wa yuaddi al-mawla al-muslim al-fitra ala abdi al-kafir. Muslimani jep fitër për çobanin jo musliman. Muslimani jep fitër për robin jo musliman. Si tjetë në shërbimin tanë, anë se sa në dinin tanë, edhe parat duhet me dhënë fitër. U kripa. Personat për të thënë një për fitër bërën fund. Janë fitratu, qka fitër? Sa është ajo e modë? Sa pare kushton? Shka është? Për qka e dome? Për qka del? Nisfu sa'in min burrin është gjisëm sa. Sa është një vegën. Në gjuhën arabe. Ne I thëmë shqip kutull. Pra një gjisëm kutle. Nisfu sa'in, një gjisëm kutle. Një kutull I ka 3.640 gram. Një kutull I ka 3.640 gram. Gjisme e kësaj është një fitër. 3.640 gram të shpia, shkodaj e sa është gjisma, është një fitër. E shka janë këto pra, shka, ka thonë. Nisfu sa'in në bërë. Një gjisëm kutle gru. Një ose. Në gjëni, kujdes fjales ose. Se me fjalen ose më shefët filozofia fitrës. Ka thonë ose telbit, ose theknit, ose vërgullit, ose zëbibit të krizimit, ose krizimit, ose thurmës. Shka kanë këto gjithë ose. Shka kanë këto? Kjo është filozofia islami mbi fitrën. Se islami nuk e kalon morka edhe elitisht se për më hapë një morka. Ku ka thonë hurma në ukri, po ta kalon vlaujon I dashur qenj. Ti kalon 100 rrugë, ti pra, me cëllët përdorësh, ja të fitrë. Ose vlerë me asaj, hënës venshti. E kam një spjegim, I pas spjeguar në popullin tonë, unë me ndoj se I pas spjeguar. Dhe gjoni me kujdes. Janë mod disa dinin gjilëqe, në këto terene në përkërsia të gjamiave, lidhe me fitrën. Unë I kam dëgju me vesh, kur ti cekë ti jeti thu po edhe unë. A që shti jetë të thonë, shfar dinin gjilëke, mara të shkërinë. Në gjajone të përnë karjanë. Kush ka qenë prezent disa koha, prej kësaj kërësie të jam ullur, as një nuk kështu punë e fitrit. Kush ka hongër buk, me gru, që ka fitrën. Kush ka hongër buk kalamur, që ka fitrën. Kush ka hongër hurma, që ka fitrën. Kush ka hongër eri, që ka fitrën. Kush ka hongër zetinka, që ka fitrën. Kush ka hongër mishë. Që ka qenë e vërtet, ajo nga shkoj tane në qashtu. Si qenë i mura, kjo ka qenë të një gjilëk. A të një pëse ka qenë të një gjilëk. Jep se kjo sasë e vërtet, po nuk ka spjegu shëriatikisht, nuk ka spjegu fetarisht, pa spjegu me ile. E dini shka dhe me thonë kush ka hongër hurma një ftarë fitrën e kaqë. Jo kush I ka blenë dhe qanë di hurma ato ja kanë shtu fitrën gjemoti janë. Jo kush I ka hongër di zejtin ka firma dhe fitra ati duhet mu koncentrun di zejtin ka që ka boj ftarë me to. Jo, ashtë fjala në kohën e pejgamberit, një grup gjemot, jemekin qëndror një ftare kanë fitër. E ti jemekin qëndror shka ke? Ba. A ti mund me gjus, shka ka? Ja ka ba, ja ka uris,
ja ka qull, a ka qull më një disë? 1 milion qull, me pull. Se tash, koncentrojnë në këta pra, se ka thonë, kush ka bëj iftar me hurma, je mekin qëndror me nis edhe me esas iftarin me hurma edhe me uj, e ka që ka shfitrën. Kush ka bëj me oriz, që ka fitrën. Kush ka bëj me kumpirat, që ka fitrën. Ajo në atë kuptimin, unë kam hongër në dilegena pasën edhe një hurë, me kam të indëgjan me qenë iftarin, kush ka hongër hurë me e ka iftarin ma shtrejt. Këto janë shpilin gjillë që to gjallarën. Kështu feja kur sa të është nuk spjegon gjonat kështu. Që ajo hurë ma shtrejt e blenë dëgjan me nis iftarin me ta, ajo s'ka lidhe me fitrën tonë as një kashore. Ajo nuk e ka prejë standardin e iftarit tanë. Po standardin e iftarit tanë ku është lidhëm? Standardin e iftarit tanë ashtë lidhëm me cila sofrën që e ke me kejtje meqet, edhe ti a për pjesë të në antarëve tu. Sa ta kushtu që a iftar. E jo si o gjallarët e tu. Kanë shku si vjetë, e kanë do fitrën e sa në restoran. Ka shku në pitë pazar në restoran, e kanë pitë restoran gjithë, sa kushtë një gulash, 8 miliard. Po sa kushtë një salat, 2 miliard, u bojnë dhejnë. Sa kushtë një sok, 2 miliard, u bojnë 2 miliard. Sa kushtë një sëbuk, 2 miliard, u bojnë 4 miliard. E për një fitër 4 miliard, të e bojnë 5 miliard. Kjo sa në regull. Unë për shka po thëmë sa në regull, për shka se gjonat shëriat, në në ka ona shëriatit jam për respigu. Edhe për këta kush këtë që për gjallarë dhe lirisht ule min tavolinë bisedojnë. Ju kur bani iftar, gratë dhe cënë të juva në restorani që i në këshama në sofër të shpia. E po ku këshire fitra, po në restoran, a ku ke hongër, a për në sofër, a ku ke hongër për gjonë. Për u shkërë të punë kështu e bura. Në restoran shka ka? Në restoran blejet 1 kilo liman 2 miliard në dyqen, shitët 14 miliard në dështan. Restoran shitët 1 kilo buk ndrishe, restoran shitët 1 kilo patligjan ndrishe, blejet në total 1 miliard e gjins, ama riska, tërta hajshti me shku 30 ditë në nga të restoran, tërta bëjsh 1 kilo patligjona, ta kishe nërmen se 25 miliardi të donë për 1 kilo patligjona. Që ati gjimë të tonë kanë shku fitrën e kanë bonë. Ka të bëta mena u burë. Edhe a jeni të shëriatit ajo, a jeni në këtë dina, që ka për fëllë, që ka jeni të bonë. Sofra jote, që ke blejnë duqanë dhe në pazar, ku blejnë bota, edhe i ke hunë zhëtë të tu, e ke bojë sta pëtat, ka kushtu që e sofer një iftar, që e sofer ja protestan, sa antari për ti, sa të dale me pare, qa një fitër. Qa një fitër. Kështu e banë dhe si firin, e tani e mlevë, sa të dale një fitër e ke qatë. Këtë fjallë, nuk e kam për qëllim me u tregu me i menë që në pjo le move. Me këta nuk e kam për qëllim me i shkel argumentet e huja. Nuk e kam ato e për qëllim. Se unë faktikisht se është nuk jetojnë si obore, nuk jetojnë si fusha. Unë nuk thëm ndrishe pëse ti ke thonë ndrishe, po unë thëm si është, që shprezentohet këtu. Dhe mësë fësajnë në burë, ose prej kësaj. Prej kejtë tive gjonave, kete drejt me adhon vlerën pare. Kete drejt me adhon vlerën pare. Edhe thamin e kështu si shok të mjë gjallarë të gjithë, jemi të një mendimit, edhe këtu të e prezentojnë në, se sot është më mirë që fitra qipët drejt pare. Gjëmo, që qali? Fukaras, që shtedo 3-4 ditë ka metë Ramazani, me ukriti, e nëzme ja që ugrun, e nëzme me qëru, e nëzme qërmulli, e nëzme bëmi, s'ka vakë. Ja qëmë të që ati dhe pare hazër, a i blejnë dhe të eshe mesë për shumë të gara me banë së fënëran si tonë. Ma shpejt, shka bëjnë hajrë ma shpejt, që atë dënë Allahu ma shumë. Se e dënë Allahu ma shumë, se fukaraja ka merak ma shumë. A zdoti fukara në dënë shumë. Wasajnë dhe Ebi Hanifa Muhammed Thamani Jartali u kri kjo blosa kotëlës u kri se sa është, 3640 gram pjesë të për di. Vujubën fitri, jetë alleku bitulluar i fajri, min jahum il fitr. Kur hi vajibi i fitrës, ditën e bajramit, derin mëngjes. Dhe të thëtë, mëngjesi i dit, sabahi i dit. Dhe di si pas shëriati, sabahat jam tja, po. Sabah i parë dhe sabah i dit. Kura sabah i parë? Pak pas drit. Kura sabah i dit? Masis dritët pak. Pra sabah i dit, masis dritët, deri qatëherë hinë dhe vajibi i fitrës si pas shëriati. Deri atëherë jipët, edhe si dale dile të arena, kemi muhabet e qera. Themen mata, qabla dhalike, lem të gjib alehi në fitr. Kush ka vdek mujnë në Ramazanit? Musi përzili të kur dalim bëgjami o gjë shka ka me që ajo kish dek, kish dek, kish gjallë, kish lesë. Kush ka vdek mujnë Ramazanit? Deri ditën e bajramit në sabah, para ka dek, do me thonë. Tërë që ati e para, Ramazan ka dek. Ska fitër për ata. Po a i ka rinu 5 dit, 6 dit. Ska fitër për ata dhe ukri. Wa men aslama
أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب عليه فطرته. Kush apo musliman, kush ka lind, ose ka qenë i lindur edhe ka qenë musliman, mirë po ka kalu në islam, ditën e Bajramit mas diell, s'ka fitre për ata. Deri ditën e Bajramit në sabah, kush linde për ata ka fitre, kush linde mas, s'ka fitre për ata. Edhe kush akon jo musliman, apo musliman, pjasa i kohë të ka Bajrami, për ata s'ka fitre. ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل طلوع الفجر قبل الخروج إلى المصلى الثواب që namozi fitra tipët pas se me dal me fal sabahin ditën e Bajramit ta ipësh mirë po të dëgjoni mirë kjo ka qenë me një kohë kur njerëzit kanë dalë të xhamia me fal Bajramin edhe kejt fukarati kanë pas zokak rasht ai kejt ishte pra ti ndrishe dush me dhona apo ti faktikisht me elon për me elon që ati ti kjetë do të fitra në gjap, apo? Kjetë në gjap, ti dush me elon ndrishës ti. Ti shka dush me bo, dush me ngu mirë, kur dalim të ato grupët ku i takon fitrat edhe ku i jipët. A im ka të dëmuha ka blejnë i fitri, tjens, si ta afrojnë para namazit Bajramit, bandë, me thonë me harat si ta japin. Japin 25 dit, 20 dit Ramazanit, këtë në regullën, sërë dush. E deri kur pra, vajna akharuha një bil fitr, edhe para Bajramit ban me dhonë, edhe para Ramazanit ban me dhonë të falë, fitrën edhe para se më janë nisë, ashe lejuan. Dhe lua akharuha, akharuha një bil fitr, lem të skut. Po me elon fitrën me elon mas Bajramit. Prap prej vajibit s'kera. Fitra s'tu ka hetë prej qafe. Atë fitrë dush me elon, veç emnin mo fitrë se ka, pa e ka emnin sadak, prej të cilës ti kese vapë. Mo fitrë se ka emnin. Vlerën e fitrës nuk e ka një sadak e dhonë. Wa kana alehim ikhrajuha prapë ke vajib me dhon. Këto ishin disa rregullore të cilët nuk hekim dorë prej tyre, janë fiqh islami, që tash inshallah do të kalojmë te grupet ku i bin fitrat, ku i bin zakati, ku i bin sadakat, kush janë ato ku mi çu. Me siguri se xhamati çat problematike ka, ku i ti çoj, ku i kam do fitra, ku i ti çoj. Çka ki 10 miliard apo? Ku i më çu problemi më? Allahu jalla jalaluhu në Kur'an al-Karim sura at-Tawbah أظن إنما الصدقات للفقراء والمساكين تذكروته janë ato të cilët e meritojnë sadakën tonë. Nash ka zeqat, nash ka fitër. Njënja prej tive ka ra që 1400 vetë prej përdorimit. Cëla është aje grupë? Muallefet i kunu bon. Ata të cilët Rasulullah ju jip kër ka pak, me azbut zemrat, me s'po kalon në islam. Kur kalon në islam gjem bol, Allah e që Gjibrilin tha Rasul Allah, që tive mësë ju japë mo. Dhe asë përshlar gjem ki ju kolla, bol janë këto, shka më dune, ki këto shka se ka njetë më bo musliman. Mësë ju japë mo. Thot 7 pra kanë me. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sadaka i takon fakirit edhe ati shka miskin. Kush janë fakir? Fakira shka e ka një tërkuz edhe ai shka e ka një litar. Që kja fakir? Ti i takon këtë sadaka. Kush janë miskin? Ai që se ka as një tërkuz dhe as një spar. Ti jo i takon sadaka. Pra jo si të dhe njeri shka të mërri nuve a për nga i një fitra. Si të dhe njeri, shti shumë njeri për një fitra. Interesant, ja kanë pa një një qarët 10 miliard në dorë dinit Arab Bayramit, apo na jipni neve qatë fitra, apo ma jep qatë fitra, apo ma jep këtë fitra, na jemi të interesu për fitra, o burra, o insan, o lazër dashur, shka kene me 10 miliard, shka bankve kje, shka ndërton kje, shka qek me gdan kje 10 miliard, plus asaj, unë shka jam rujt të legeni janë, hej, se ka me të sinja ati une, një mujë se kam rujt me kërështë i kam shku të legeni janë, jam rujt, kanë ratë të kime të legeni të kanë me të sinja ati, hasë bre kamene, hej. Asë nërgohë për kësaj pune me të më dhe ikë. Lejat shka e ka vetëm militarë dhe një spatë të afrot. Lejat shka se ka asë militarë dhe spatën të afrot. I të mena. Po në asë kemi. Po unë akama. Edhe unë s'kam dalon privat për i zatë zotit. Kom t'i kam shnosha, dur t'i kam shnosha. I të mena. Largohë për këtive punë dhe me të largohë njëzit. Porosit me të largohë njëzit më sjojësin lakmi të këtë punë se këto s'janë kështu se shka Allah beti. Edhe fakir është ai i cili ka një spatën në litan. Miskina është ai që s'ka asgjë. El Amil, kush ka kjo grupe e 3? Ata që punojnë në tubimin e zakatit dhe fitrës, e mbledhin. Imami ka të drejta më dhon as sa punojnë. Imami e ka angazhuar i gjallin katun, merri ato senet edhe dil mbledhin fitrat e katunit. Majsmrami ka të drejtë kur të sosen fitrat,
Dhe sa ditë begjal ki punuti? Vallahi 4 ditë do gjefeni. Po ka sa orë? Po ka 2 orë dite. 8 orë. Sa ka orën punëtori shka ndërton e gjithë shpia, cigla dhe bloka? Po ora ati dhe vallahi një 4 miliard. E 8 orë 32 miliard. Ma i bine që do pare. Selam alikum. Ka të drejt se ka shërbia, po. O të rekard. Ka të drejt me ju dhonë zekati dhe sadaka dhe fitrat, ati njeri i cili e ka mijit borgji. E kemi njeri në katon, e ka lodh borgji, këtë katuni mo e din, se së në atu dalë, dite të fatis, që ati njeri i japë prej parave zekati dhe fitrave dhe sadakave, me liru nga borgji. O në mukate bu, që i mukate shka thash që ka bo kontrat me zotrijet, i ka thonë zotria për deri në vitin 2000, mi bëjmë 100.000 marka, je i lirë. Ka të drejta që a i marrë një li para të zeqatit, me thonë kështu. Apo me jipni ju muë 200.000 mark, unë jam këthaj juë për një mëtë. I marrë 200.000 mark, shkori sot zotë njës, na 200.000 mark shkova, se prit 2.000 rritë, ka të drejtë. Nuk e prit vitin 2000, thotë, na parët heca. E tani a i thotë kështu, atë që jam i aftë, kam qekash mundësi me fitu për një mëtë, edhe juë për një mëtë jam këthaj parët, kemi të drejtë një dhonë këti para zeqatit. O fër rekab, o garimin të më fali, ishte kjo për garimin, kurse o fër rekab, njerëzit e përgosën. Kemi të drejta një dhonë para zeqatit. I ka robnuan miku, prej me para të zeqatit o sadakave, i lirojnë nga miku. Pra të më fali. Mës të ngrejnë gjishta si cilë njeri për ullë me nalë hoqën, para të fitrave asë për e jipnja, jo valla. Po flasë neve sa të nëngu. Edhe unë kam dëshirën dhe kam programin tem këtë gjami, që shme im lejë para të fitrave, po nuk e ka një kushi me thonë, kjo hoxha me siguri e vanë dhe një me në qënosh me veti edhe ja do të mirën ti fshate e këti rejni, po njerëzit pishirin pun të veta me sbrami. Një mujnë është të gjene me sbrami dhe ndosh me përtare veqe me të hoxhës. Dëshira ime është për shembull si xhamati palone, talon kokën fare. Shkojnë nesër në qinit i morin këtë fitrat të shtëpia midis xhamisë të përplasin çafi. Edhe ti thonë hoxhës ka dush ban me to. A unë ju kallzoj çka du me bën tani me to. Unë kallzoj çka du me bën, du me pas arkën e xhamisë. Arka e kësaj xhamie, e cila më vonë për shembull 10.000 mark pare si vet. Me 10.000 mark pare. E kemi ndërmend me punën i punë këtë katon. E vendosim katonisht, jo gjithë ki kryer veti. E financojmë një student i cili është i pamundshëm me u studiu në Universitetin e Tetovës. Ama qaj quni jërë, kur dale a fizicienta, matemacienta, historicienta, mjeka, që ka dale, në ta dije se që kjo gjamin ka sponsoru. Që kjo gjamin ka stipendu mua ma ka dhënë bursën. Në thërë, pse mës me do këta, pse mës bëhet kjo? Pra, kur qodë një institucion sot neve, ana i neve fitrat, e pismi, pse dhe vla, punësojmë cullë, kjo gjamia s'di me stipendu culla. Kjo gjamia nuk di me stipendu njerëzë, kjo as i kapë, kjo as din as i punë. Jo, kjo din shumë mirë, po ja kanë morë ati të venit drejta prej dorë ja kanë gjitë. Ati isha din shumë mirë me shpizut mirë dhe gjëmatit vetë. Ja kanë gjitë kanal për jashtë, jo ti, jo, na. Jo, na din me pas arkën e gjamiës. Na din me dhe shumë mirë, bile, na din për tash vetë me i zoti që një marë në klasë, edhe din me organizu kanalizimin e katunit dhe për me kësaj gjamië. Din me stipendu vjekë. Dim me stipendu studentat landër e ndryshme. Dim me studiu talebe, dim me stipendu talebe. Na dim me nuk ka qistoshe në katon me para të fitra dhe zeqatit. Këtë mund dim me bo. A këta ne apojnë shumë let. Na i qëtë të neve me vëllan në tajoni. Midis gjamiës i ullë para të zeqatit dhe fitrave. Edhe dhe thu selamu alikum. A na për 4 vetë më le akupi ashdati me tablet traktorin. Edhe me të kunsu 4 gjem. E ti të në kauntën e bërlokin mos. E qëtë midis katurin për e le të dera. Në sabagjem të vimin të amorin të dera. Në alë këtë punë din një po, po së me ka me po. Se njerëzit e toni që e se njerë me që kësa i punë, bra. Gratë të qistoshe, në? I thënë në tërë t'i punë, shishka folke, hëtë marat t'i ta mene, që si ma bëjtë e mojë. Në me thonë, me fefane dhe atë mundoj, se këtë punë e shumë i larga, po a unë e shumë nga të përshem, unë e shumë shumë atë. Po duhet me pas me. Po ka hala interesant qëra probleme, masi të ndërgjoj njerëzit këta, thoi kuku, po me do hoxha këta. Shoj po, duhet me organizu ndrishë, thoi, na duhet me do të qërë, se hoxha hajde më nati, hajde këtë parët dora,
E në atëre duhet me organizu një qëtër sistem, duhet me organizu një qëtër organ, duhet me bëjë një qëtër, veç më të shkoje që ishtë duhet, që të bëjë që shtu të në ata ajo jetë paralizu, edhe ajo qëtër, jetë kejtë paralizu. Që shti ka njerës këtu kërët june, jo në gjami, po jashtë, kur ta të gjënë këtë kasetën tonë, ndërsa notën, po qëve që shpetë të lovit me kimi letin me. A dhe për thojmë në juve se me këtë miri t'i shka e modhe sa në regull. Ama ju për hava, ju përmirë një jashtë. Me të pare atër së përmorin vesh, që ma të jashtë përmorin vesh. A na për ju thojmë me këta t'i shka e modhe sa në regull. Kim veç di me të lovit. E më të në po. Qëtër me dresja këma bre, qëtër me dresja fitrat me dresës. Lavemi dashë. Me dresës me aqu fitrat, Molla Jakupi nas një monir nuk e hanë me thonë jo. Për shkak se me dresës fitrat i qovë. Me dresës fitrat i takoj. Ndonë se dhe fitrat i takoj. Kjo thot ndryshe, ka harama. Po a bamë që ka të nërë me të kalzu di shka tazë, shka ndoshtë tash momentalisht se ke nërmen. A din ti se 4 gjemë, që ti ka të unë i ke jashtë të mësu. A ke nërmen këta, që si momentalisht. Qire se një herë një ka të nërë, a dini që janë gjemoti. Një herë një katonarë më ka pas pyjtë kështu, moti kur bajnë shanderës, pa shku në Gjermani. O që thaj, sa me dhe i bonë të mësit? E dhe të më parli, akon ajo viti i 77, nota e fontit. Akon viti i 77, nota e fontit. Po të në të kamë të jo. Këni dalë që i shqipni së mësot. Pa sa viti o që i bonë dhe ati, se la gjithë pas no. Jo, në taj të katën të falin, vitin të falin, vitin taj të katën. Pas non vite. Më be? Pas sa në vite. Non vite! Pas po. Po fa me pas ditë një mund që shak mund me kujtërë? Po në përse pjasë, një me kujtërë. Po në kam kujtu si që një privet atë si. Po kam një privet, po njën ka pasome, ama me pas ditë që në vetë, kisha në ndrishe. E që qëni janë të gjemë kanë shku në këndet, një ka e në Alhan, një ka e në Hazir, ka të rriton, një ka e në Aerola, një me zhinë Amazonit, një ka e në Abdulfeta, vajzi natës, të e në 4 gjemë të një dhe për ilëm, kanë me kaldur dërës në e për lanë në Molla Jakupi, se Molla Jakupi a dërdumo, ashtë të prit vetë një me dorën me përnun mujnë me zëllën shumë i thonë, selamu alaikum për gjithë më në jetë. Unë shpejt kam e nënë të kursi. Unë shpejt shumë pak gjithë kam dhe kur kam një thonë jam për mirë. Përë kam armën nga me të muë, janë të mirë se armën, unë për ato përnoj mu përshu, më armën në shërbiju, jo për vete. Ato, pra masi i pani 4, edhe i pani 4, me ndërën se ju 4 e ju jam dini halët mira, po njëri qëtër, si shikanë. Më zëllëm kokën shumë, ka lebët, banë kam ja që medresës fitra, e këto 4, s'kanë medresët këti katrunita. Qëlisit, kësa i thojnë, qëta shme një punë këto, me neve, kësa i thojnë, unë për jatë sadak për këtë gjomi, ati që i kam bërsh për këshirë këtena. Nuk shkojnë të punë kështu. Bërshgjirë të thami jabë një sadaka dhe zëqat, o fi se bilillah. Kjo grupa fi se bilillah kush janë? Të janë ato të cilët. Në luft janë zonë lopë. Gjahë. Në luft janë zonë lopë, i ka zonë amiku. Këto i lirojnë me para zëqat dhe sadakave. O në sëbi, ati që ju kanë dalë rruga. Kushaki, ai që në shpijën e vetë, në vatanën e vetë ka pare, mirë po të na i ka ndodhë dishka që si ka metë kur gjonë gjatë, i japë një pare këti tëri qkojnë në velin e vetë ku ka pare dhe për të transbajnë përgjistimo. Men kene në umani zotën, i ma hua fi, me kene në lashe e në fi, për edhe i gjepë zekat. Që këta janë ato grupa që ka të shka meritojnë zekatën me Kurani Kerim surat të tëma. O në ilmani ka njët fajra, kulli wahidi minhum, ti që keme dhe në fitër dhe zekat, ke të drejt të shtatëve që ti me mjavë dhe në përdihare, ose ke të drejt a me i damë. ولا يقتصر على سبع واحد ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي زكاة وصداقة نكي بناتيش كان مسلمان والله كم دي الشخص ortak e kam karan hall ju ka mush me borç qëtër besim ka ma shumë njeri mira ata në gjëmë jadon fitrat nuk ban as zeqatën as fitrat kur ولا يبنى بها مساجد ولا يبنى بها مسجد me parët e zeqatët gjamia nuk ndërtojnë
me parët e zakatit fitrat me parët e zakatit fitrat me parët e fitrave xhamia nuk ndërtohet. Nuk ndërtojmë xhami. A merr me sive zakatin e marrë në xhami tre. Ska xhami me parët e zakatit. Zakati është hak i fakirit. Zakati është hak iniciative që ka një vëllë deri tash. Wala yukaffanu biha mayyit. Me parët e zakatit nuk blehet çefin për njeriu. Wala yushtara biha raqaba. Me parët e zakatit nuk blehet rob. Wala tudfa ila ghani. Wala yudfa az-zakatu wala tudfa az-zakatu ila ghani. Nuk i jep zakati zengin tas xhali zengini. Wala yudfa al-muzakki zakatahu ila abi. Zakati nuk i jep babës. E kam një babë, i da mama ka me si keq. Ja dhon zakatin. Jo, babës e ke për të tjerë prej qerave para me këshirë babën. Jo për para zakati. Wala ila jaddihi az-jishit. As për te, për mi gjishin shka janë. As gjallit edhe të poshtë në gjallin. I gjallit, një pjesë të poshtë. As këtive s'guzëm një avon për të zakatit, se e ke për të tjerë me i rujt, me malin bazon. Wala ila mrati. Nuk i për zakati gruës. Sa te e ke për të tjerë me rujt edhe me ushqime e veshmbas, me parët e malit bazon. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة. أذكروا يا زكاة الرأس كادر كبور بيالون. محمد أبي يوسف كان ثنبان. وإليه ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوك غني ولا ولد غنى. ولو كان صغيرا تكبر له باك لكي تنصر شاكرنا. ولا تدفع إلى بني هاشم في ست ممالك عليه الصلاة والسلام مكي. Origina të vetë është ka i ka rrasër për qark, nuk i jepet zakati për shkak nderit me alternative, se fisi për me marrë zakatin e sadakat nuk i merr. ولا إلى رجل يظنه فقيرا. وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا يوني بريوه يكالون زكاة يوني كمندوس فقير كمندوس عشي وارثة ثم بان أنه غني pastaj ka atu se ka pasamik ka mutesawilin ju thënë gjuhën arabe ka një stradha vend të dera xhamisë me lip ka më shumë se ti ka njerëz marrën se janë shumë të varfër në realitet nuk janë varfër. E mashtroshë avjap se qatë. Ose del prej fisit për nga berit se këtë dit, del zengin ke kujtu se i varfër, del kafir ke kujtu se musliman, ja ke dhanë tarë, ke kujtu se fakir, kur ka tarë se bale babajot. Ti tarë se ke pa, ke kujtu se që ki ka nëjë pa mundshëm, ja ke dhanë se qatër, kur ka tarë se bale babajot, ki talë punip, këti ja ke dhanë dora ti parë. Thumë me bana anehu e bu, e ke tu se bale se babajot ka qenë, la jada ala hadha, لا إعادة على هذا شتون نوك كثاين تكرار اللي يعرف زكاة الربا يا بني هذا نو كريه زكاة الرقم نوك يا بن برزدت مو وقال ابن يوسف عليه الإعادة سباس في فاس ابن يوسف كذا دود ببوك كذا زكاة الربا ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده يا ابن يونس زكاة الربا كردالة ربي مات أو مكاتب وايش كابو كونترات متاس لم يجز في قلوبهم جميعا لم يجز في قولهم جميعا تكيد كتو زكاة نوكاش تمام ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاب من أي مال نوكاش نوكي për زكاة ati që ka nisab për zekat do me thonë veta pasanik a i duhet me dhanë zekat ti për jep zekat ati pa marë parasysh çfarë malli ka lop ka, dën ka, pare ka, tok ka çfarë dukat ka, altan ka njërin për tive si ta ketë nuk meriton as zekat as fitër me dhonë ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك kush ka ma pak ban me marë zekatin حتى لو كان صحيحا مكتسبا إذا ما كان سانش بجيش من القانون سيبه بنو ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر كويدس أش مكروه همان اندلوار الإسلام چې زکات تشکن پرې کاتون جفر پرې شهر جفر پرې راثین جفر أش مكروه që zakatë të shkon prej një katunin qëtëri, edhe shkon prej një shërën qëtëri, prej një rathinën qëtëri. Në hadisën e Rasullullah s.a.s. Muadhët i ka thonë, khudh tu'khadhu zakatu min amwali aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Zakati mirët, o Muadh, kur shkojsh atje ku po të çojmë thirr në Islam, ja u merr zakatën e sadakat zënginave ative, ja vjap fukarave ative. Do të thotë, e morëm zakatën prej zënginit të çanit, ja japni fakirit slupçarit. Kështu është rregulla e Islam.
يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر مكروه تحريمها مش حرام همان حرام يا حرام قد حرام بزكاتي إذا صداقة بان prej katurit në qetrin edhe prej qytetit në qetrin prej rrethit në qetrin deri kur kështu derisa nuk krijet puna në fukarat e katurit derisa nuk krijet puna në fukarat e mahallës derisa nuk krijet puna në fukarat e fisit kush e meriton më së pari zakatën e fitrën zakatën e fitrën më së pari meriton fukaraja e mahallës i fisit i familjes ngat ai pari po që se ke kri me ta ke talemet të dynjohës me ishi sadaka jota është e papranuar. E janë atë kuptimin që janë qudo, që po folin do gjem. Nuk ja çon fitrën me dresës Ramazaniyat skut, ku kunona jeme. Ramazaniyat skut, nuk ja jap fitrën filan njerit Ramazaniyat nuk kut. Se çon likurën filan vend Ramazaniyat nuk kut, nuk shkon na xhellet me ballon haxhijat nuk kut. Këto janë pallallës veçë. Këto nuk janë islam këto. Po thonë Ash mirë me ju dal sa i taleneve. Ash mirë me ju dal zot medresës. Ash mirë me ju dal zot nxënësave. Ash mirë me ju dal zot vërtetës. Ama jo në kuptim. Po çishash. Athon yukrahu naqlu zakati min baladin ila baladin akhar. Ku fillojmë me Ispanin. Atë i lartë atë i afërmi. Ku ke me Ispanin borx? Ku ja ke borx me Ispanin? Ja ke borx me Ispanin aty më të afërmi. Kan thonë A ka rast që ban me dalë zeqati prej terenin qëtër? A ka rast? Kanë thonë vetëm një herë. Ke të drejt prej sa rafine me që zeqati rafinin qëtër. Dhe kur? Që atë herë kur familjes tane a shite ka shku në shkup, atë ke ma të afer se atë që ke nga të se ke familje. Që ati i pra. Veç që atë herë për këti rafin qëtër në rafin. Vetëm në atë rast. Ai që a shite prej këtu ka shku në Stambol, a shi joti. Ate ke më të afer, se atë që ke nga të se ke kur gjo ka ardhë në shpipi di ka. Vetëm këtë rast, lejot transporti i të mirave, të zonave, odnëtare, zeqat, në sadakave, prej qitetit, prej rrethit në rafinën qëtër. Illa në kula e l'insanu ila karabeti, au ila kaumin hum ahvaju min ahli i beledi. Ose, rasti qëtër, ka thonë në qofse, kejt kirat, i ka kri problemet, s'ka këtu problem, hiqë. Në kejtë rrethin s'kemi gjetë ku i mjavën fitrat, në lejot me kërku në rrethin qëtër. Këtë spjegime kanë prej librit El Lubab, fi sharh il kitab, prej faqës 154, deri në faqën 162. Kaq, për fitrat, mendoj se nga ana e shariatit dhe spjegimit qartë të mezhebit e Ebu Hanifës, ja kemi spjegu punën e fitrës sash, edhe ku i jipët, kur i jipët, edhe kujnë i takon me dhanë, edhe kujnë i takon me marë, me kaq dersën e sotit e krim, Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shalu prej neve dhe për ju e aziko, Lillahi l-Fatiha. E bojmë tu një kaset për dit, tradios ju këtë punë e dinja, po dhe në të gjohë sa atë në, prej Kumanove dheri Mitrovis në përmet Radio Albanës. Ato njerëz janë dibidus për kaparët ju e ti, nini mi marë ju ka arështi një qek, për punën e porezeve shtetit, s'ka me pagujt dënë në mqenë. Kresorin qatë haljen, në qovë se keni dëshirë, qatë ndërë që përna i bojnë ato neve, 4 orë në dite, në qovë se keni dëshirë, e ju me javë bojnë ndërë atë jemi një dinor, urdheni të qatë në gjamë dikun, linjër ka dinor, ja pëqojnë namazdarke, inshallah. Nëse keni dëshirë, nëse në praneni këta, kjo dëshira jemi kja. Që në shërbejnë kasetën me ngu të në Mitrovic këtë populata shqiptare. Allahu kabul sadakën javë boft, inshallah.